butësia nuk është në një kahje, por është jeta e besimtarit. Dhe përballë çdo kujt, besimtari duhet të jetë i tillë, i butë, veçanërisht duke fituar nga vetja e tij. Prandaj njeriu fillimisht duhet të jetë i butë ndaj vetes së tij. Apo ta lufton dhunën nga brendia e tij dhe në drejtim të vetes së tij, duke ju përshtat në natyrshmërisë së pastër që te Allah xhallahu ala ka krijuar. E pastaj vazhdo me tutje. Butësia ndaj prindërve. Dhe në atë mos që Allah ka thënë wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Thotë vështirë që dikush për një ka arrit deri në këtë mos tjetë, do thotë i butë me prindrit. Dhe padyshim në këtë drejtim me siguri kemi pas shkelje caktuara që lutim Allah na fal neve dhe ata na bëjnë neve halal për çdo shkelje që kemi në këtë drejtim, por megjithatë feja na mëson ndryshe. Prandaj shpresoj që ne të reflektojmë në bazë të mësimeve të fesë që kemi përballë prindërve tonë. Nga sa Allah thotë wala taqul lahuma uffin, as uff mos i thuj. Atë kur lip me shku me bledi diçka ose ka kërkesa të vazhdueshme. Për shembull, ke dalë deri në treg dhe kthehesh, thot nona, o kom haru me ton kët. Vërepse as kat as uf. Shko përsëri dhe mbyllë kët kaptin. Apo para, kush shpëton nga ky uf? Të paktën e Allah thotë jo duhesh me shpëtu. But, nga se edhe uf është dhunë. Ndaj prindërve edhe uf është dhunë. Zban. Pastaj butësia ndaj bashkërtë mes vete, veçanërisht burrit dhe gruas. Si për shembull do të thotë është më i fuqishëm fizikisht dhe kështu me radhë, nuk duhet më ushtron dhunë familje. As dhunë fizike, Allahu na ruaj, apo verbale me fjalë, apo çka do qoftë, do të i but. Edhe ndaj gruas së tij, ndaj fëmijëve të tij kështu me radhë. Shikoj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë situata kishte me familjen e tij, me këtë grua me atë, me kështu me radhë. Megjithatë subhanallahu shumë i butë. Shumë i butë, dhe që duhet i kthehet butësia familjes, andaj butësia ndaj vetvetes, ndaj prindve, ndaj gruas, ndaj fëmijëve.